Shtëpia e Hoxhallarëve të Shqipërisë. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil khalqi wal mursalin Muhammad ibn Abdullah al-Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Me lejen Allahu xhelle xhelalu do të fillojmë një cikël mësimesh në formën e pyetjeve përgjigjeve. Na vijnë pyetje të ndryshme dhe mirë është që do të bëhet një herë në muaj, zë bëhet me fjalë javë për javë. Vijnë pyetje të ndryshme që duan përgjigje, mirë po ne do të mundohemi të japim përgjigje atyre pyetjeve të cilat janë vërtet problem në jetën e besimtarit. Ka shumë mos pajtime mendimesh, ka shumë kontradikta. Ka kontradikta ndërmjet muslimanëve, a të veprohet kështu apo të veprohet kështu. Në gjitha këto lloj dilemash, këto lloj problemesh, atëherë ne inshallah do të mundohemi të gjejmë përgjigjen e duhur tek ato çështje. Sot inshallah do të fillojmë me temën e parë që lidhet me shkurtimin e namazit. Për shkurtimin e namazit jemi pyet shumë. Dhe po ashtu me fjalë për shkurtimin e namazit është fol shumë. Po ashtu në për shkurtimin e namazit janë gaturuar muslimanët shumë. Atëherë ku shkurtohet namazi? Sa del nga qyteti, nga 10 km, 20 km, 50 km, Durrës Tiranë, Durrës Elbasan, si shkurtohet namazi? Edhe ku shkurtohet namazi? Atëherë faktikisht inshallah do të mundohemi të sjellim argumentimet e të gjithë fuqahave, e të gjithë ulemave, gjithmonë bëhet fjalë në kohën e sahabëve dhe tabiinëve dhe tabiinëve. Pastaj çfarë vjen më pas me fjalë janë thjesht pasues të tyre. Domethënë nuk nxjerrin dot një mendim të ri, vetëm se janë pasues të atyre që kanë qenë. Së pari do të dim diçka. Thot pejgamberi alayhi salatu wasalam për shkurtimin e namazit, thot sadaqatun tasaddaqallahu biha aleikum. Vërtet shkurtimi i namazit është një sadaka, një mirësi që e ka dhënë Allahu xhelle xhelalu për ju, atëherë faqbeluha, merrini atë. Faqbelu sadaqatahu, transmeton nga Buhariu dhe Muslimi, pranojeni sadakan Allahut xhelle xhelalu, pranojeni lehtësimin e Zotit, pranojeni atë që Zoti me madhninë e tij, me mëshirën e tij don t'ju tolerojë juve, don t'ja lehtësojë çështjet juve. Tashti ne nuk do të hyjmë është një temë tjetër faktikisht shkurtimi në 2 rekate. Është vajxhib apo është sunet? Vetëm Imam Ebu Hanife nga mëdhëbet ka thënë që është vajxhib të shkurtohet në 2 rekate. Kurse të 3 mëdhëbet e tjera, po ashtu dhe shumica e dietarëve të tjerë janë të mendimit që shkurtimi i namazit është sunet dhe jo vajxhib. Një nga argumentet është edhe hadithi pejgamberit alayhi salatu selam pra pranojeni lehtësimin e Allahut xhelle xhelalu. Për ne është rëndësishme që të futemi në disa rregulla të tjera të cilat janë të domosdoshme për të ditur. Është vajxhib apo jo ti falet 2 rekat namaz dhe janë në rregull, pavarësisht se argumentet në përgjithësi vërtetojnë atë që është sunet dhe jo vajxhib të shkurtohen 2 namaze gjatë udhëtimit. Problemi qëndron se në cilën distancë do të shkurtohet namazi. Në cilën distancë do të shkurtohet namazi. Ne ti radhisim tashti ato mendimet e dietarëve. Për shembull, mëdhëbi Hanifi ose Imam Ebu Hanife me mëdhëbin e tij thonë që shkurtimi duhet të jetë nëse udhëtimi është i gjatë 3 ditë e 3 net. Nëse udhëtimi është i gjatë 3 ditë e 3 net me ecjen normale të kohës së tyre. Hipjen mbi deve ose devet ishin në varg mas njëra tjetrës në karvan dhe ecën ashtu avash dhe shkonin këto 3 ditë e 3 net. Pra për 3 ditë e 3 net, nëse distanca e udhëtimit është aq e largët, vetëm atëherë mund shkurtosh namazin, thot Imam Ebu Hanife. Kurse shumica e dietarëve, Imam Maliku, Shafiu dhe Imam Ahmedi dhe të tjerë kanë thënë që distanca duhet të jetë 2 net e 2 ditë. 2 net dhe 2 ditë. Kemi edhe një mendim tjetër, siç e ka Imam Buhariu, po ashtu dhe disa ulema tjerë, që distanca e udhëtimit duhet të jetë 1 ditë. Pra 1 ditë dhe 1 natë, 1 ditë. Ta konsiderosh. Nëse është 1 ditë dhe 1 natë, atëherë këtu fillon shkurtimi. Thot Imam Buhariu dhe të tjerë. Kurse mëdhëbi Dhahiri thonë që nuk është e rëndësishme se sa i gjatë është udhëtimi. Mjafton të dalësh nga qyteti, mjafton të dalësh nga krahina, nga fshati, nga zona ku ti rrin, pra nuk konsiderohet më ai qytet, ikën emri atij qyteti, nga banesat bëhet fjalë dhe mund ta shkurtosh namazin qoftë ky udhëtim i largët ose udhëtim i afërt. Qoftë për shembull ta zëm 5 kilometra apo 10 kilometra apo 20
apo 20 kilometra. Ky është mendimi I dhahirive. Tani, faktikisht, shumica e njerëzve sot, për mendimin tim nuk kanë ditur të kuptojnë fjalët e dietarëve. Në të njëjtën kohë, nuk kanë ditur të kuptojnë dhe argumentimet që kanë sjellur këta dietarë në aspektin e shkurtimit në namazit dhe distancës së saj. Për sa I përket ajetit kuranor me cilën argumentohet medhhebi dhahiri ku thonë që wa idha darabtum fil ardi falaysa alaykum junahun an taqsuru min as-salati. Nuk është kur të kaloni, kur thot Allahu xhele xhelalu, kur të esni në tokë, nuk thot shkurt apo gjatë. Kur të esni në tokë, kur të dilni rrugës, atëherë nuk është gjunah për ju që ta shkurtoni namazin. Shumë bukur, unë mund dal mi fel nga Durrësi deri në Shkozet, nga Shkozeti deri në Xhavzotaj, nga Xhavzotaj deri te katër rrugët, nga katër rrugët deri në Shijak Mren. 4 kilometra, 2 kilometra, 10 kilometra. Atëherë I bie që është dalje apo është udhtim. Allahu xhelle xhelalu ka dashur të tregojë që mundesh ta shkurtosh namazin në çfarë do lloj dalje nga shtëpia jot, apo ka dashur të tregojë që nëse ju jeni në udhtim, nuk është gjunah për ju që të shkurtoni namazin. Domethënë, merrni këtë lloj sadakaje. Pra e ka të shkurtimi namazit dhe jo tek distanca. E ka të shkurtimi namazit dhe jo tek distanca. Është njësoj sikur ka thënë Allahu xhelle xhelalu në Kur'an wa qimu salata wa atu zakata. Falin namazin dhe jepni zakatin. Nuk tregon detaje në rregullat e saj, por tregon thjesht që namazin faleni dhe zakatin jepni. Domethënë është detyrë. Ose mundesh ta bësh këtë kështu më radh. Pastaj detaje do të na vinë neve nga suneti I pejgamberit alayhi salatu wasalam, ashtu si kur është dhe rregulli usuli fikut që nga ajetet e Kur'anit në formë të përgjithshme asnjëherë nuk merren rregullat e fikut në formë specifike. Pse? Sepse është suneti I pejgamberit alayhi salatu wasalam, ai që ka ardhur dhe ka shpjeguar Kur'anin se si duhet veprohet. Andaj dhe dietarët kanë sjellur hadithe të ndryshme. Për shembull, transmetohet nga Ebu Said al-Khudri, ose më themi nga Enesi fillimisht, radhiyallahu anhu, tek Buhariu dhe Muslimi është hadithi, I cili thot kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idha kharaja masirata 3 layalin aw 3 farasikha yusalli rak'atayn. Pejgamberi alayhi salatu wassalam kur dilte në distancën 3 milje ose 3 ferseh, unë të shpjegoj çfarë janë këto 3 milje 3 ferseh, atëherë e shkurtonte namazin. 3 milje është e barabartë me 1 ferseh. Dhe 1 ferseh do thot 5500 metra, me fjalë 5 kilometra e gjys. Tani lind pyetja, nëse bëhet fjalë në këtë hadith që transmeton Buhariu dhe Muslimi nga Enesi radhiyallahu anhu, thot pejgamberi alayhi salatu wasalam e shkurtonte namazin në distancën 3 milje ose 3 ferseh. Nëse është vetë transmetuesi, një prej transmetuesve ka qenë në dyshim, ka thënë 3 milje apo ka thënë 3 ferseh. 3 milje është e barabartë me 1 ferseh që është 5 kilometra e gjys. Kurse nëse do të ishte vërteta 3 ferseh, do të ishte e barabartë me 16 kilometra e gjys. Në rregull deri këtu, atëherë është në dyshim transmetuesi, a ka qenë milje apo ka qenë ferseh. Faktikisht, po të grumbullosh dhe argumentet e tjera, do të shikosh që ndoshta ka pas qëllimin për miljet dhe jo për ferseh. Domethënë për 5.5 kilometra. Kemi hadithin tjetër që na transmeton Ebu Said al-Khudri ku thot kanë nebiu sallallahu alaihi wasallam idha safara farsahan yaqsuru salata. Pejgamberi alaihi salatu wasalam kur este në distancën e fersehut, 1 ferseh që është e barabartë me 5.5 kilometra, atëherë e shkurtonte namazin. Ky është argumenti që kanë marrë me dhëhebi dhahiri që atëherë ja ku që nga argumenti I qartë, thot ai, që duhet me shkurtu namazin në këtë lloj distance. Në radhë të parë, duhet dim që të dyja hadithet e pejgamberit alayhi salatu selam nuk drekojnë distancën, por tregojnë shkurtimin. Tani lind pyetja, hadithet e pejgamberit, to dy hadithe, njëri prej Ebu Said al-Khudri dhe tjetri nga Enesi radhiyallahu anhu, po bëhet fjalë për udhtimin që do të bënte pejgamberi alayhi salatu selam në një vend tjetër dhe këtu fillonte shkurtimi, apo ai ishte krejt udhtimi? Çfarë mund të kuptojmë? To është problem kjo. E kapëm këtë se është e rëndësishme. Domethënë,
pejgamberi alayhi salatu wasalam ka pas një udhtim të gjatë dhe këtu ka filluar shkurtimi, në 5.5 kilometra ka filluar shkurtimi, apo ai ka qenë fjalë i gjithë udhëtimi. Atëherë, duke qenë se hadithi përfshin të dyja kuptimet dhe ne nuk e dim faktikisht se cila është, ku do të shkojmë? Do të shkojmë te sahabët e pejgamberit alayhi salatu wasalam, do të shkojmë tek tabiinët, do të shkojmë te dietarët që kanë jetuar në 3 shekujt fatlum, në 3 shekujt e parë, në mënyrë që ne mos të bëhemi atë që thash parë me fjalë dhahiri, me njëherë të marrim hadithin edhe ta përpunojmë me trurin ton, pa parë se çfarë kanë thënë sahabët dhe çfarë kanë thënë tabiinët. Përpara se unë të kaloj tek sahabët edhe tek tabiinët, do të shikojmë një argumentim tjetër, me një transmetim tjetër që neve na tregon qartë që pejgamberi alayhi salatu wasalam udhtimin e ka pas të gjatë dhe aty ka filluar shkurtimi, dhe jo sa aty ka qenë krejt udhtimi, që hedh poshtë këtë lloj mendimi të dhahirive. Por sa duhet të jetë distanca pasaj, do të flasim pak më vonë. Kemi hadithin që na transmeton Abdurrazaku në Sunenin e tij nga Ebu Said al-Khudri. Ebu Said al-Khudri është ai që tha, pejgamberi alayhi salatu wasalam kur dilte në distancën Fersakh, që është 5.5 kilometra, e shkurtonte namazin. Tashti, ky është krejt udhëtimi apo është fillimi i shkurtimit në një udhëtim të gjatë? Në një transmetim tjetër të Abdurrazaku nga Abu Said al-Khudri thot, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idha sara farsakhan nazala yaqsuru as-salata. Pejgamberi alayhi salatu wasalam kur arrinte në distancën Fersakh, që është 5.5 kilometra, çfarë bën të vaki? Zbriste për të shkurtuar namazin. Fjala zbriste, nazala yaqsuru as-salata, zbriste për të shkurtuar namazin. Çfarë do të thotë? Që zbritja e tij nuk ishte sepse arriti në destinacion, por zbriti për të fal namazin. Çka do të thotë që udhëtimi ishte i gjatë dhe aty ishte fillimi i kujt? I shkurtimit. E qartë kjo? Atëherë, thjesht nga transmetime të ndryshme të tjera, po t'i kuptojmë, na tregon që pejgamberi alayhi salatu wasalam e pas ka pasur udhëtimin e gjatë edhe në 5.5 kilometra, aty ka fillu shkurtimi, sepse aty e ka kap namazi. Ashtu si kur e ka kap namazi i kindis në Dhul Hulejfe, e ka fal drekën pejgamberi alayhi salatu wasalam në Medinë 4 rekat. Transmeton po ashtu Enesi, ku edhe thot ka qenë duke ikë në Mekë, udhëtimi është i gjatë për në Mekë. Mirë, por kur ka arritur në vendin e Dhul Hulejfe, nuk e di sa mund të jetë 9 km, 10 km nga Medina, atëherë pejgamberi alayhi salatu wasalam ka fal ikindin të shkurtuar në 2 rekate. Tani, destinacioni pejgamberit alayhi salatu wasalam ishte Dhul Hulejfe, 9 ose 10 km nga Medina, apo ishte Mekka? Ishte Mekka, se vetë Enesi na thot yuridu biha Mekka. Pejgamberi alayhi salatu wasalam kishte për qëllim të shkon në Mekë. Ishte nis, kishte dalë nga Medina për në Mekë, por e kapi ikindia ku? Në Dhul Hulejfe. Dhul Hulejfe është vendi ku vishet mihrami për haxh kur vjen nga Medina. Atëherë, na tregon qartë se pejgamberi alayhi salatu wasalam e fillon të shkurtimin e namazit aty kur e gjente vakti i tij namazi që ishte 4 rekat dhe shkurtonte në 2, jo se aty ishte destinacioni. Pra me këto transmetime ne hedhim poshtë çfarë? Me dhëbin dhahiri. Po ashtu dhe atë që sundon sot në shumicën e shqiptarëve, që mund të dalësh për shembull 10 kilometra dhe shkurton namazin. Këtë e hedh poshtë ky lloj transmetimi i pejgamberit alayhi salatu wasalam, që na tregon kush? Ebu Said al-Khudri, të transmetuar te Abdurrazaku në Musannefin e tij. Mirë po, që të jetë akoma më e qartë, nëse po bëhet fjalë që pejgamberi alayhi salatu wasalam destinacionin e udhëtimit e ka pas të shkurtër, ku ka shkurtuar namazin, ose ka qenë udhëtim i gjatë dhe fillimi i shkurtimit ka qenë aty, atëherë do të shikojmë mendimet e kujt? E të sahabeve të nderuar pejgamberit alayhi salatu wassalam. Në radhë të parë kemi 3 hadithe që ne transmeton edhe Buhariu edhe Muslimi në 2 sahihet e tyre, të cilat janë hadithet bazë të mëdhëbeve, të cilët kanë thënë që udhëtimi në të cilin mund të shkurtohet namazi, duhet patjetër të jetë udhëtim i gjatë. Dhe argumentet kryesore, unë do t'i përmend tani. Disa faktikisht nuk i kanë kuptuar këto argumente. Pse? Puna e tyre. Nuk i kuptojnë, sepse ndoshta me fjalë nuk mund t'i logjikojnë siç duhet. Mi përshikoni fikhun e vërtet, zgjuarsinë e dietarëve në çështjen e fikut. Për shembull, Imam Buhariu transmeton në Sahihun e tij
Buhariu dhe Muslimi bash nga Abdullah ibn Omeri, i cili thot ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam, la tusafiril mar'atu thalathata ayamin illa wa ma'aha mahram. Nuk lejohet që femra të udhtoj 3 ditë, udhtim 3 ditësh, vetëm nëse me të është një shoqërues nga shoqëruesit e familjes saj. Baba, vllai, i biri, apo ti, çka janë shoqëruesit e afërt të familjes së saj. Një hadith tjetër, po ashtu Buhariu Muslimi na transmetojnë në 2 sahihet e tyre, nga Abu Sa'id al-Khudri, i cili thot, ka thënë pejgamberi alayhi salatu wasalam, la tusafir al-mar'atu yawmayn, nuk mundet, nuk pra është ndaluar që femra të udhtoj 2 ditë, udhtim 2 ditë pa shoqëruesin e saj. Një hadith tjetër po tek Buhariu dhe Muslimi, ku thot nga Abu Huraira tashti, nga pejgamberi alayhi salatu wasallam, i cili thot, nga 3 që ishte hadithi ibn Umerit, nga 2 që ishte hadithi Abu Sa'id al-Khudriut, tashti ka një hadith tjetër që na transmeton Abu Huraira, ku thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir. Nuk i lejohet kursesi një femre e cila e beson Allahun xhalla xhelalu dhe ditën e gjykimit, që të udhëtoj 1 ditë pa mahremin e saj, dhe me thënë pa shoqëruesin nga familjarët e saj. Pra kemi 3 hadithe, njëri flet për 3 ditë, njëri thot për 2 ditë, njëri flet për 1 ditë. Tani, këto janë 3 hadithe bazë të cilët dietarët i kanë marrë si argumentim që nuk guxon ta shkurtosh namazin vetëm se në këtë lloj distance. Imam Abu Hanifa për shembull merr 3 ditë dhe 3 net. Imam Shafiu, Maliku, Imam Ahmedi merr 2 ditë dhe 2 net, kurse Imam Buhariu dhe të tjerë marrin 1 ditë dhe 1 natë, të argumentuar pikërisht në këto hadithe. Tani minimumi këtyre 3 haditheve cili është, cila distancë? 1 ditë. Në rregull. Tani lind pyetja. Si ta kuptojmë këtë hadith dhe çfarë lidhje ka ky hadithi me namazin e udhëtarit? Çfarë lidhje ka? Faktikisht Imam Buhariu të 3 hadithet i ka rënditur pas temës që flet në cilën distancë shkurtohet namazi. Dhe ka sjellur këto 3 haditha. Dini pse? Sepse një palë mendon se është 3 ditë e 3 net, një palë 2 ditë e 2 net, një palë 1 ditë, që është vetë mendimi i Buhariut. Pastaj thot Buhariu në temën, thot: "Samma an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yawman wa laylatan safaran." Pejgamberi alayhi salatu wasalam e ka quajtur 1 ditë dhe 1 natë, e ka quajtur udhtim. Domethënë, minimumi asaj distance që ka ndalu pejgamberi alayhi salatu wasalam të udhtoi femra vetëm është 1 ditë edhe 1 natë. Çka do thotë që çfarë është brenda ditës dhe natës, ajo nuk quhet udhtim për femrën, atëherë nuk quhet as udhtim për udhtarin. Nuk e di e kuptuat apo jo këtë? Së kuptu qartë. E shpjegojmë prapë, se mërzitesh. Imam Buhariu thot: "Samma an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yawman wa laylatan safaran." 1 ditë dhe 1 natë, Imam Buhariu e ka quajtur, pejgamberi alayhi sallallahu alaihi wasallam e ka quajtur, thot, udhtim. Çfarë do thotë që po të ishte, unë do të bëj pyetje. Femra kur e ka të ndaluar të shkojë të ecë vetëm? Kemi një hadith tjetër të Ibn Umerit që ta bëjmë më të kuptueshme. Thot pejgamberi alayhi sallallahu alaihi wasallam: "La tusafir al-mar'atu illa wa ma'aha mahram." Nuk guxon femra të udhtoj vetëm nëse bashkë me të është shoqëruesi. Tani pejgamberi alayhi sallallahu alaihi wasallam ja ka ndaluar femrës të udhtoj apo të jetë me fjalë apo të shkojë dhe 2 vjet aty ku nuk ka udhtim. Të udhtoj, shumë bukur. Pra ndaluar pa shoqërues për femrën është udhtimi. Po kur fillon udhtimi tash? Me kuptimin cila distancë? Atëherë në distancat që janë përmendur janë 3 ditë, 2 net dhe 3 ditë, 2 ditë dhe 1 ditë. Atëherë Imam Buhariu ka marrë minimumin. Të fillojmë nga këtu thot. E kuptova tash? Sepse poshtë me fjalë disa e kanë konsideruar kështu, nëse nga mjesi fillon udhtimin e deri për akşam, edhe vazhdon me fjalë edhe mas akşamit me fjalë fillon nata, atëherë kjo është një lloj distance që ti quhesh udhtar. Pse quhesh udhtar? Sepse natën ti mund të pushosh edhe mund të flesh, nuk është kusht që ti të ecësh. Domethënë, e gjithë dita jote duhet të jetë në udhtim, në udhtimet e asaj kohe. Edhe Imam Buhariu tash më njëherë pas kësaj bien Imam Ibn Abbasin dhe Imam Ibn Omerin, po i quajmë imam,
të mëdhenj sepse duhet mi ndjek. Thot Imam Bukhariu, wa kana ibn Umar wa ibn Abbas yaqsurani wa yuftirani fi 4 burudin. Edhe Ibn Abbasi, edhe Ibn Omeri, prej sahabët pejgamberit alayhi salatu wasalam, e shkurtonin namazin. Dhe po ashtu e çelnin agjërimin, pra hanin bukë për agjërim, e çelnin agjërimin në distancën 4 burud, 4 burud, më fal 4 berit, quhet në gjuhën arabe, në distancën që është 17 farsakh, shumëzim për 5.5 km, sa i bjen? I bjen 88 deri në 89 km. Kjo është një distancë e konvertume me atë që ne njohim sot me kilometra. Ato s'kan pas as kilometra dhe as metra në atë kohë, kanë pas ato njësit mace të vetat. Kjo lloj njësie mace konvertuar në kohën tonë është e barabartë, shikoj herë dorë, është aq apo s'është aq? 5.5 shumëzim për 17. 93.5, shumë bukur. Faktikisht dietarët e sotëm, siç është për shembull Sheikh Wahb az-Zuhaili, ato dietarët e mëdhenj të botës islame, jeton në Siri ky, po ashtu edhe dietarët e tjerë, kur kanë konvertuar këto, kanë thënë 88 pikë sa me fjalë konvertim kështu imët me detaje. Pavarësisht se mund dalë edhe në 90 km, disa kanë zgjedhur 83 km e kështu me radhë. Pra 80 km sipër, 88 deri 89 është më e sakta, siç thonë hoxhallarët e kohës son sipas konvertimit modern që kanë quajtur. Tani lind pyetja. Abdullah ibn Abbasi bashkë me Abdullah ibn Omerin, të cilët kanë qenë siç vijnë transmetime të ndryshme nga shoqëruesit e pejgamberit alayhi salatu vesselam në udhëtimet e tij. Pse konsideronin këtë distancë të largët me fjalë në shkurtimin e namazit dhe në çeljen e agjërimit? Dhe nuk e konsideronin më pak. A mos vallë këta nuk i kisha arrit hadithi e Ebu Saidit, që pejgamberi alayhi salatu vesselam fillonte shkurtimin në, mos themi fillonte shkurtimin, po e shkurtonte në një farsakh që është 5.5 km. Ne sollëm dhe argumentin tjetër nga Abu Said al-Khudri, i cili na tregon qartë se pejgamberi alayhi salatu vesselam nuk e shkurtonte namazin në një udhtim kaq shkurtër, por fillonte shkurtimin e namazit në 5.5 km, pra në një farsakh. Kjo është ajo që ne kuptojmë nga hadithet e pejgamberit alayhi salatu vesselam kur grumbullojmë çfarë? Kur grumbullojmë argumentet ose më themi transmetimet, pastaj të flasim për një çështje. Po ashtu, po të shikojmë dhe thënjet e sahabeve, Ibn Omeri bashkë me Ibn Abbasin, Imam Bukhariu në Sahihun e tij na transmeton se këta e shkurtonin namazin dhe e çelnin agjërimin në distancën 88 apo 89 kilometra. Pra udhëtimi duhet të jetë patjetër i gjatë që të lejohet ty shkurtimi i namazit. Tashti le të shikojmë se çfarë transmeton Imam Maliku në Muwatta e tij. Imam Maliku transmeton nga Abdullah ibn Umeri, i cili kur udhtonte në një udhtim që ishte një berit, la yaqsuru salata, nuk e shkurtonte namazin. Një berit është e barabartë me 22 km. Ibn Umeri, a nuk është Ibn Umeri ai person i cili kur shkonte pejgamberi alayhi salatu wasallam në Mekë, flinte në hijet në një pemë, edhe mas vdekjes profetit sallallahu alajhi wasallam shkonte dhe flinte ai aty? A nuk është Ibn Umeri ai që ishte në aspektin e sahabëve të tjerë, ishte njeriu që ndiqte më shumë sunetin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam deri në ato gjëra që s'ishin për tu ndjekur? Për me fjet në hijen e asaj pemë nuk është sunet. Aty e kishte kap shplodh, aty pejgamberi sallallahu alajhi wasallam mendoi të shplodhej, dhe aty u shplodh. Mund shplodhej në një vend tjetër. Nuk ka lidhje shplodhja vende e shplodhjeve, u shplodhe në diell apo në hije apo në shtëpi apo në mal, në lëndin, në luginë kështu më radh. Njeriu ku e gjen veten të lodhur, aty shplodhet, apo jo? Edhe këto gjëra i ndiqte me vëmendje Ibn Omeri radhiyallahu anhu. Tani lind pyete, pse nuk e ndoqi edhe këtë? Ndërkohë Ibn Omeri radhiyallahu anhu bashkë me Ibn Abbasin, për shembull Ibn Abbasi çfarë na thot? Kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idha kharaja musafiran salla rak'atayn hatta yarji'. Ibn Abbasi na tregon se pejgamberi alayhi salatu wasalam kur dilte në udhtim vazhdimisht e falte namazin 2 rekat derisa të kthehej. Kurse Ibn Omeri thot: "Sahibtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safari falam yazid ala rak'atayn."
Pejgamberi alayhi salatu wasalam un kam udhëtu bashkë me të dhe asnjëherë nuk i ka shtu namazit të udhëtarit më shumë se 2 rekate. Këto 2 hadithe nga Ibn Abbas dhe Ibn Omeri, çfarë na tregojnë neve? Na tregojnë fare mirë që ata e kanë shoqëruar pejgamberin alayhi salatu wasalam në namazin e udhëtarit. Dhe e din mirë se ç'është namazi i udhëtarit, dhe e din mirë se çfarë suneti pejgamberit alayhi salatu wasalam, dhe e din mirë se çfarë do thotë distancë e shkurtër dhe e gjatë. Çfarë do thotë se nuk po bëhet fjalë që këtyre gjoja si ka arritur ndonjë transmetim, por e kanë ditur shumë mirë sunetin e pejgamberit alayhi salatu wasalam në udhtim. Andaj dhe nëse ne kemi një lloj kontradikte me njëri tjetrin se ku do të konsiderojmë udhtim dhe kur jo, çfarë do të marrim? Do të marrim atë që na thon sahabët e nderuam. Dhe për çudi shikojmë që në mesin e sahabëve nuk shikojmë kundërshtues. Në mesin e sahabëve nuk shikojmë kundërshtues, ashtu siç bëhet sot. Për shembull, transmetohet nga Ibn Abi Shejbe, nga Abdullah ibn Mes'udi, i cili thot, shiça fjalë thot: La taghurrannakum mawashikum. Mos ju mashtroj juve çështja e dhenëve. Bariu për shembull, barin që dalin, marrin ato dhenë me vete dhe shkojnë në për lëndina ndryshme. Thot Abdullah ibn Mes'udi, kur ju shkoni në ato vende, në për lugina të ndryshme dhe konsideroni vetveten tuaj si udhëtar. Mos ju mashtroj juve kjo, thot, sepse nuk jeni udhëtar. Kush e thotë? Abdullah ibn Mes'udi. Pastaj thot Abdullah ibn Mes'udi: Taz'umuna bi annakum safrun la wala karama. Ju mendoni se këtu jeni udhëtar? Jo, thot, kjo nuk ka se si tjetë e tillë. Thot inma at-taqsiru fi as-safari al-bati min al-ufuqi ila al-ufuqi. Vërtet shkurtimi i namazit, thot Abdullah ibn Mes'udi, njëri prej sahabëve tjetër dishëm pejgamberit alayhi salatu wasalam, thot min al-ufuq ila al-ufuq, nga skaj në skaj, nga horizonti në horizont. A din që më thanë në gjuhën arabe? El ufuq, maksimumi ku mund shkoj shikimi i njeriut kur nuk ka pengesa, atje ku bashkohet bashk qielli me tokën. Atje ku bashkohet bashk qielli me tokën. Mund shkoj 60, 70, 80 kilometra, ndoshta njeriu ka njerëz të fortë që shohin me fjalë, ti shikon hanën funit. Ti shikon hanën, ti shikon diellin, ti shikon yjet që janë me mira kilometra me fjalë larg. Pra, me këtë lloj shprehie, Abdullah ibn Mes'udi do të na tregojë atë që thash pak më parë, që tek sahabët ka qenë e njohur që shkurtimi i namazit do të bëhet vetëm në distanca të largta. Dhe ato distanca të largta na e tha fare mirë, ose na tregoi fare mirë Abdullah ibn Mes'udi, Abdullah ibn Omeri, me Abdullah ibn Abbasin, dhe po ashtu me kuptimin e Imam Buhariut në çështjen e ditës dhe natës në udhtimin e femrës. Apo jo, që të gjitha bashkë të konvertuar me këto nuk shkojnë më shumë se 80, nuk shkojnë më shumë se 90 kilometra, dhe jo më pak se 80 kilometra. Shikoni të shti, si transmeton Ibn Abi Shejbe po ashtu në Musannefin e tij nga Muhammed ibn Sirini prej tabiinëve të vegjël, thot: Kanu yaqulun, ata që kanë qenë para nesh thonin, për cilën kanë fjalën. Ky s'ka kap shumë prej sahabëve, ka pa me sy 1, 2, 3 sa ka pa. Ka pas për qëllim shumicën e tabiinëve të mëdhenj që ky ka arrit. Pra tabiinët, ka qenë e njohur tek tabiinët kjo lloj thënie që na tregon neve Muhammed ibn Sirini, thot: Kanu yaqulun as-safaru alladhi tuqsaru fihi as-salatu alladhi tahmilu fihi az-zada wal-mazad. Udhëtimi, thot, që ty të lejohet të shkurtosh namazin është udhëtimi që ti merr me vete ushqimin dhe ato gjërat që të duhen për udhtim. Pra ka për qëllimin, e transmeton Ibn Abi Shejbe edhe të tjerë faktikisht, e ka për qëllimin që udhëtimi patjetër duhet të jetë i largët. Udhëtimi patjetër duhet të jetë i largët. Kjo ka qenë e njohur ku? Tek tabiinët, prej sahabëve të nderuam, ne kuptuam diçka. Prej tabiinëve po ashtu kuptuam diçka. Diçka e vetme që ne bim dakord për momentin çfarë është? Që udhëtimi duhet të jetë patjetër i largët. Nëse vërtet e keni frikë Allahun xhelle xhelalu dhe shkurtoni namazin në 10 kilometra, duke menduar se kështu e ka bë pejgamberi alayhi sallam, në cilin hadith e ka vepruar? Me gjeni një hadith të vetëm që pejgamberi alayhi salatu wasalam ka shkuar në një distancë të afërt dhe aty e ka shkurtuar namazin. Domethënë destinacioni ka qenë aty. Të gjitha hadithet e pejgamberit alayhi salatu wasalam po të grumbullohen, udhëtimi i tij ka qenë larg, ose ka qenë në Khaybar, ose ka qenë në Tebuk, ose ka qenë në Mekë, ose ka qenë nga pjesa e Nejdit ku ka bërë luftë
beduinit të ndryshëm me fiset arabe kështu me radhë. Pikërisht në këto lloj udhëtimesh janë fjalët e sahabeve dhe janë fjalët e tabiinëve. Për shembull kemi Imam az-Zuhri, Imam Atan, kemi Ibrahim an-Nakhai, Suwaid ibn Ghafla kështu me radhë, të cilët neve na kanë treguar nga sahabët, nga tabiinët të mëdhenj në gjeneratët e tyre, pra se çfarë njihej me të vërtet distanca e shkurtimit në ato breza. Dhe jo si që një sot me i fjallë, dole këtu në 5 km, shkove din shjak 10 km, edhe me i fjallë e shkurton namazin. Ku doli kjo? Në cilën fe është kjo? Në fen islame? Jo, pasha Allahum. Nëse do të gjeni një sahabi tjetër që kundërshton këto sahabet, atëhere jo sa jo është e vërteta. Por do të fillojmë të kuptojmë që cilë është argumenti këti dhe cilë është argumenti këti, por në rastin tonë neve nuk kemi kundërshtus. Në rastin tonë ne shikojmë fare mirë se çfarë po na thot Muhammed ibn Sirini nga tabiinët dhe për tabiinët e mëdhej, se çfarë na tregon pra që udhëtimi duhet të jetë i gjatë. Po ashtu kemi dhe atë hadithin që Imam Buhariu e ka kuptuar, që femra nuk duhet të udhëtojë më shumë në distancën një ditë pa kujdestarin e saj. Kemi dhe një thënie tjetër të Abdullah ibn Abbasit dhe të Abdullah ibn Umerit, që transmetohet te Ibn Abi Shejbe dhe te Maliku në Muwattën e tij, ku ata në kanë thënë fjalë drejt për drejt që ti nuk mundesh ta shkurtosh namazin vetëm se në distancën e udhëtimit një ditë. Të njëjtën gjë ka thënë dhe Abdullah ibn Umeri. Shikojtë tani të gjejmë një thënie tjetër nga Hudhaifa, dhe një sahabi tjetër. Hudhaifa transmeton Abdur Razzaq në Musannefin e tij nga Yazid ibn Sharik et-Taymi, et-Taymi, thotë që kuntu ma Hudhaifa bil Madain. Isha bashkë me Hudhaifën thotë në Madain. Madain është një qytet në Irak, është pak nuk është shumë larg nga disa kilometra nga Bagdadi. Thot, i mora leje ati të shkoja në familjen time në Kufe. Dhe ai më dha leje me kusht që të shkosh edhe të vish pa e shkurtu namazin. I vuni kusht sahabiu tabiinit. Sahabiu i vuri kusht tabiinit, të shkosh edhe të vish në Kufe pa e shkurtu namazin. Pse? Nuk bën të shkurtohet namazi atje. Nuk është distancë kjo. Mi fjalë për ato distancat që e bëjnë njerëzit sot e 50 km e kështu me radhë i shkurtojnë, nuk ka sahabi pejgamberit alayhi sallam që ka leju këtë. Pra, në këtë çështjen tonë i vetmi hadith që argumentohen shumica është pikërisht ajo që transmetohet nga Abu Said al-Khudri, ku thot pejgamberi alayhi sallam ai kur dilte një farsakh, ose hadithi e Enesit kur dilte thalathat emjal, me fjalë që është edhe ajo një farsakh, me fjalë pejgamberi alayhi salatu wasalam e shkurtonte namazin. Tani lind pyetja, fillonte shkurtimi sepse udhëtimi ishte i gjatë apo aty ishte udhëtimi i krejt? Ne sollëm argumentin tjetër që transmetohet nga Abu Said al-Khudri, ku thot pejgamberi kanë nebiu sallallahu alaihi wasallam, pejgamberi alayhi salatu wasalam kur arrinte në distancën një farsakh, që është 5.5 km, thot nezala yaksuru salata, zbriste pra nga karvani i tij, nga deveja e tij, për me shkurtu namazin. Zbriti pejgamberi sallallahu alaihi wasallam sepse arriti në destinacion apo zbriti me fal namazin? Pse zbriti? Nëse ka zbrit me fal namazin, atëherë këtu është fillimi i shkurtimit, sepse udhëtimi që ka i gjatë. Kjo është bot kuptimi që ne ta kuptojmë hadithin me hadith tjetër. Nëse nuk mjafton kjo, shikoni se çfarë ka thënë Abdullah ibn Umeri, shikoni se çfarë ka thënë Abdullah ibn Abbasi, shikoni se çfarë ka thënë Abdullah ibn Mas'udi, shikoni se çfarë ka thënë Hudhaifa ibn al-Yamani, pra sahabët e pejgamberit alayhi salatu wasalam, të gjitha po na shpjegojmë se udhëtimi duhet të jetë patjetër i largët. Ka dhe një mendim tjetër faktikisht, që është një mendim pak a shumë i mesëm, që thotë namazi mund të shkurtohet në ato vende që banorët e një vendi e konsiderojnë udhëtim në atë vendin tjetër. Për shembull, Durrës Tiranë nuk e konsiderojnë dursakët udhëtim në Tiranë, edhe as tiranësit me fjalë në Durrës. Pse? Ne e dim fare mirë sot me këto shpejtësinë që ka ardhur sot me fjalë, hajde shkojmë pim një kafe në Tiranë, ato themi fjalë pim një kafe në Durrës. A është e vërtetë apo s'është e vërtetë kjo? Pse? Madje edhe te stacioni i trenit, udhëtarët e Tiranës presin trenin tjetër, ka ikë sa shmo. Këto të vjetrit e majnë me një fjalë. Udhëtohet në tren atë kohë, me ato lodhet asaj kohe kështu më rrallë. Çfarë rëndësie ka? Faktikisht unë nuk jam me këtë lloj mendimi. Këtë mendim e ka Imam Ibn Taymije faktikisht,
Sepse thot duke qenë se nga vetë pejgamberi alayhi salatu selam nuk ka ardhur drejt për drejt një distancë e veçantë, atëherë çfarë ndodh? Ndodh që neve me fjalë do t'ja lejmë në dorë banorëve të vendit. Mirë, po edhe me këtë lloj mendimi hudhet poshtë mëdhëbi dhahiri, që del nga Durrësi 5 kilometra dhe shkurton namazin, del nga Durrësi 10 kilometra shkurton namazin. Se s'ka njëri nga fuqahat e mëdhej të sahabëve dhe tabinëve që e ka thënë këtë lloj fjalë siç e kanë dhahirit. Edhe pse ky lloj menimi, deshëm apo s'deshëm ne, është i përhapur në vendet tona, këtu në Shqipëri, në Kosovë, në Maqedoni apo dhe në vende të tjera. Po flasim për muslimanët shqiptar. Kurse ndërkohë Imam Ibn Sirini po na tregon fare qartë që tabiinët e konsideronin udhtim, shkurtim namazi në udhtim, nëse udhtimi do të ishte i gjatë. Dhe si konsideroi ky lloj udhtimi i gjatë, kur ti merrje me vete diçka që të duhej rrugës, ndonjë ushqim, ndonjë pije, që në kohën e sotme nuk merret më me fjalë shamin, me fjalë e zgjill nga koka dhe fut ushqimin e man sup. Ato metodat e vjetra, sot me fjalë ke makinën, ke motorin, ke ku diun se çka ke me vete, atëherë njeriu sot ndalon në një restorant rrugës, ndalon në një vend aty ku mund të pi diçka, të shplodhet për një 5 minutë, të qartësohet edhe të vazhdoj udhtimin e tij. Këto ishin disa argumentime apo disa rregulla me fjalë se si ta kuptojmë kur shkurtohet namazi dhe kur nuk shkurtohet. Nëse ka diçka pa qartë kjo, ne inshallah e shpjegojmë prapë, nuk është problem. Lidhja e hoxhallarëve të Shqipërisë.